Detaje nga krimi i rënd në një fshat të Hasit që ndodhi pas ditën e djeshme ku Ylber Jaku, 41 vjeç, i ka marrë jetën fshinjit të tij Reshit Sallahu, 34 vjeç, në afërsi të shtëpisë së tij. Prita fatale që ju zot 34 vjeçarit erdhi nga një konflikt i përshkallëzuar prej të paktën 20 vjetësh, për cilin janë në dieni të gjitha institucionet dhe askush nuk ka ndërhyrë ta zgjidh dhe as ta shuaj. Mirpo agravimi i jashtëm ndodhi 2 ditë më parë, kur motra e viktimës sulmon me sopat një çift të moshuarish, duke i plagosur rënd. Policia shkoi në fshatin e largët dhe vuri në pranga vajzën dhunuese, ndërsa bashkë me marrjen e autorit së sulmit brutal dhe nisjen për në spital të çiftit të plagosurve, e braktisi vendin e ngjarjes. Dje pas mesditës, djali i çiftit ka mbërritur në fshatin Pla, duke e pritur Reshit Sallahun të kthehet në banesë me një pushk që nuk dihet se ku e ka gjetur. Ai ka qelluar mbi të 8 herë duke i marrë jetën në vend. Autori Ylber Jaku i ka pritur policinë në shtëpinë e tij bashkë me armën e krimit, ndërkohë që para se të mbërrinte në shtëpinë e tij, ai ka vizituar të atin dhe të ëmën në spitalin ushtarak. Kur ka parë gjendjen e rënduar të tyre, ai është nisur për në Has duke kryer edhe krimin e rënd. Mirpo ngjarja bëhet edhe më e rënd kur u mësua se Ylberi ishte nisur ditën e djeshme nga Anglia dhe se rrugës kishte paralajmëruar edhe krimin e rënd me anë të një fotoje që kishte hedhur në rrjetet sociale. Po ashtu, mësoi se konflikti mes dy familjeve fqinje është denoncuar me 10 herë dhe askush nuk ka reaguar për të ardhur në ngjarjen e rënd të 2 ditëve të njëpasnjëshme, me 1 të vrarë, 2 të plagosur dhe 2 persona të arrestuar. Policia dha dje të dhënat për aktin e rënd dhe tha se prokuroria ka nisur hetimet për ngjarjen. Nga të dhënat e para që kanë dalë nga hetimet intensive, rezulton se autori Ylber Jaku ka ardhur nga Anglia për të kryer krimin, kurse viktima kishte qenë në qytetin e Kukësit dhe po kthej me makinë kur u sulmua në prit. Policia tha se ngjarja ka lidhje me konfliktin e raportuar në 6 maj ku 2 bashkëpunëtorët përfunduan në spital pas përleshjes për shkak të sherrit për pronat, teksa kishin nisur hetimet për të dyja palët. Madje sipas informacioneve paraprake, kishte patur edhe ankesa e denoncime nga palët për këto konflikte pronësie prej më shumë se 2 dekadash. Për plagosjen e së martës, u morën në akuzë dhe u arrestua vajza 21 vjeçare, e dyshuar për sulmin me një mjet të fortë, sopat, por dinamika nuk përfundoi me kaq. Pasi dje rreth orës 16:40, policia raportoi se Ylber Jaku, 41 vjeç, ka qelluar për vdekje me armë Reshit Sallahun, 34 vjeç, i cili është vëllai i vajzës së dyshuar, që plagosi bashkëshortët pas sherrit. Sipas dinamikës, rezulton se Artiola Sallahi, pas konfliktit për pronësi, sulmoi çiftin e bashkëshortëve duke i plagosur rënd. Policia ende nuk ka bërë me dije detajet konkrete nga konflikti mes dy familjeve, por ajo që është mësuar që prej së martës e deri mbrëm është se një nga familjet ka hapur një rrugë kalimi vite më parë nëpër pronë. Gjurma e rrugës ka qenë burim konfliktesh prej vitesh, pasi dy familjet pretendojnë se rruga ka prekur pronat e tyre. Policia dhe forcat të shumta mbështetëse kanë shkuar në vend ngjarje, duke kryer arrestimin e autorit dhe sekuestrimin e armës së krimit. Hetimet për krimin janë ende aktive dhe pritet të sqarohen rrethana të tjera. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes, ndërkohë që nuk dihet se cili ka qenë roli i viktimës në atë ngjarje që shënoi dunimin e prindërve të autorit të krimit të djeshëm. Prokuroria pritet të hap dosjet ku gjenden kallëzimet ndër vite të sherreve mes dy familjeve, Sallahi dhe Jaku, për të parë se çfarë vërtet ka ndodhur mes tyre. Ndërkohë ende nuk dihet gjendja shëndetësore e të dhunuarve dhe po ashtu pritet të merret edhe dëshmia e autorit të krimit të rënd, i cili udhtoi dje nga Anglia për t'i marrë jetën vëllait të vajzës, që i dhunoi brutalisht të atin dhe të ëmën.